Aleksandër Runaj, kandidati për deputet i nismës Shqipëria Bëhet, vijon takimet me banorët e qytetit të Vlorës. Runaj ka shtrënguar duart me shumë qytetarë, por edhe përfaqësues të biznesit gjatë takimeve që po zhvillon me ta. Ai u ka thënë qytetarëve dhe bizneseve që të votojnë numrin 6 më 11 maj, pasi në këtë vend ka ende shpresë. I dalluar për projekte prestigjioze në Gjermani, inxhinieri Aleksandër Runaj i vendosur të kontribuojë në Shqipëri me të gjitha forcat. Ai po kërkon votën e qytetarëve, si dhe po i fton ata të bashkohen në çeljen e fushatës elektorale të nismës Shqipëria Bëhet në Vlorë të shtunën më 12 prill, ora 18 në sheshin përballë stadiumit Flamurtari. Përshëndetje miq, unë jam Aleksandër Runaj, biri juaj, kandidat i qarkun e Vlorës për nismën Shqipëria Bëhet. Ju flas këtu nga sheshi i stadiumit Flamurtari, aty ku ditën e shtunë, datë 12, ora 6 e mbasditës, do të hapim fushatën tonë të madhe elektorale. Ju mirpresim. Ju lutem mos na lini vetë. Runaj thot se ky është momenti ynë dhe fton qytetarët të bëhen zëri i shpresës dhe i ndryshimit. Aleksandër Runaj në vitin 2013 emigroi në Gjermani për studime profesionale. Ai përfundoi me sukses studimet e larta në inxhinieri hidroteknike, duke u integruar plotësisht në tregun e punës gjerman. Me rreth 10 vite përvojë në një kompani prestigjioze, është dalluar për projekte të rëndësishme dhe pjesëmarrje në konferenca profesionale. Runaj ka vendosur të kontribuojë për ndryshimin e Shqipërisë përmes angazhimit në lëvizjen Shqipëria Bëhet, teksa tashmë është në garën si kandidat për deputet në qarkun e Vlorës.